Gjovalin Quni, një ish sportist i Shkodrës në atletik, por edhe një komshi i afërt i Bari Hasanit që sot po respektohet me rastin e ndarjes nga jeta. Në fakt është ndarë në Amerikë, Bari Hasani po respektohet në Shkodër, në qytetin ku ka kontribuar shumë, apo jo, Gjovalin? Me dhime dhe pikëllim, morë me vesh lajmin e vdekjes profesorit. Në kena pas një jetë tanë që jena njofë se kena edhe kujshije. Me të drejten, unë i me keq, njësi e keqe për largimin e këtyre figurave të lartat të sportit, e të që të tushi intelektuali i jashtëzakonshëm, njeri i mirë, i mrekullueshëm, i dashur me njerëzit, i respektuar. Patën fatin si shku në Amerikë dhe në mungune për shumë vite, për sa herë se vite, po takoshim, rrishim, kishim një mall të jashtëzakonshëm për njëri tjetër. Qatë mëndhimi është e madhe, me sot mu pje këtu, por nuk mund të iku njeri pa thanë dy fjalë për te sa e ka merituar dhe ka kënë një jashtëzakonshëm, i shumë i mirë, shumë i dashur intelektual i Shkodrës, si lën për të dëshiruar kuptimin e asaj se pse jeta ka që vështirë, e ka që poshtër në kuptimin figurativ, që mungojnë këto dhe njerëzisht, në mungojnë. Gjoni nuk folë shumë për sportin, për kontributin e Bari Hasanit, po si kojshi, si qytetar, në lagje, në rrugicat e afër jush, diçka të veçante, që ka qenë marrëdhënia ati, sepse flasin me superlativa për te? Ai ka qenë një njeri jashtëzakonshëm për kuptimin popullor dhe me një kulturë dhe edukat lartë njerëzore. Kena pas një miqësi, një shoqërime, edhe familjarisht edhe kështu si veçanta, si të veçanta. Mirë, po duke se marrshim me sport edhe me thekë, në ka lidh sporti, në ka lidh afrimiteti kretë familjar në lagje. Njeri i jashtëzakonshëm bashkë me bashkëshorten, një Marien, që i ka lanë në pikëllim në kuptimin se vetmia është e keqe në fakt. Ai pas dritë, inshallah është mirë me Zotin aty ku është. Ju faleminderit. Zoti ju rrit.